Paça me ju o vëllezër dhe motra, gëzuar festin e meshires hyjnore, shtedjela e dytë e kohës së Pashkëve, kemi kremtuar to 8 ditë, por si të ishin një ditë të vetme. Nuk na mjafton një ditë për me festu Pashkët, edhe sot që është dita e 8. Ne festojmë meshiren e pamas që Zoti ka për ne. Krishti ngjallur deftohet dishepujve të vet, apostujve të vet, e të i tregon shenjat e dashurisë. Ata e kishin mohuar, e kishin braktisur, mikun i ngushtë, edhe ai kthehet në jetë. Edhe nuk kthehet me na vu përpara mëkatet tona, për të na qortuar rrept. Shiko çka ke bë. Jo. Krishti të don pamas, nuk të gjykon. Edhe sot ka qef që ne të kundrojmë plaget e tija, që jam ma shumë se thjesht plaget për mëkatet tona. Janë shenjat e dashurisë se ti që nuk perëndon kur. Vdekja nuk ka pasur pushtet mbi këtë dashuri. Vdekja nuk ka asnjë pushtet ndaj dashurisë falas që Zoti ka për ne. Zoti nuk të gjykon në këtë moment, jo, do të jetë një moment edhe për gjykimin. Sot Zoti ka vetëm mëshirë për ty edhe për mua. Edhe gjykimi i tij, ai thot që kush jeton në mëshirën e tij, kush zhytet në mëshirën e tij, ka pjesën më të mirë në gjykimin. Nëse ti ke mëshirë për të tjerët, do të gjesh edhe mëshirë për veten tënde. Mëshira ka pjesën më e mirë në gjykin. Edhe Zoti kur mëshiron, kur na fal, harron. Është e mundur që ne të fillojmë prapë, që të kemi një jetë të re me Krishtin. Ne kemi një problem shumë të thellë, është mëkati dhe vdekja. Mëkati është e lidhur me vdekjen. Edhe ne shumë herë mëkatojmë sepse kemi frikë ndaj vdekjes. Edhe jo vetëm vdekja fizike, kemi frikë ndaj vdekjes e qenies son, vdekjen e brendshme, në fundi që të mos jena të dashur. E sa gjanat bëjmë duke kërkuar dashurinë, sa herë vendosim masket mbi veten ton, një maskë për familje, një maskë për shoqëri, një maskë në punë, një maskë edhe në kish, duke kërkuar gjithmonë dashurinë prej të tjerëve, me shumë frikë si apostujt që ishin mbledhur atje ditën e diele, ishin mbledhur me derën e mbyllur, sepse kishin frikë ndaj judenjve, frikë për vdekjen. Sa herë ne jena të mbyllur, kena frikë për të dashur, sepse për me dash kena nevojë me vdes, me vdes ndaj vetes son, për më dhuru tjetrit. Me dashme të vërtet dhimbet. E nëse ne kena frikë ndaj vdekjes, nuk kena mundësi me dash. Për këtë arsye kërkojmë shumë mënyra për të shmangur vujitjen, që të me kërku me shpëtu veten ton. Edhe këtë gjëna çon gjithmonë në një vdekje më e thellë. Krishti ngjallur na tregon një që në plaget e tija ka emrat tona atje. Më thënë që në tonë pamas që me ngjalljen e tij mëkatet tona janë të falur. Që ne kena mundësi me shpirtin e tij me dash pa frikë ndaj vdekjes, sepse ai ka mposhtur atë në mënyrë që gjana që ne bëjmë me dashurinë e falas, me pushtetin e Krishtit, nuk perëndojnë. Dashuria që ti ke mundësi me derë me një fëmijë që është down, një fëmijë që i ka inkapacitet, që nuk është i aftë për të rritur si rriten fëmijët e tjerë, që nuk ka mundësi me shpërbly ty për të mirën që ti e bën, kohën, dashurinë, parat edhe,
që ti ke mundësi me harxhu në këtë fëmi, do të kesh shumë fizuar në lavdi. Sepse Krishti që ka shkuar në vdekje, nuk ka qëndruar në varr, por unë gjallë, edhe shprova, garancia, që vetmja dashuri, e vetmja gjë që mposhtë vdekjen është aman, kjo lloj dashurie. Edhe nëse ti e ke, ti ke thesari më i madh. Me pas një fëmijë ashtu, shumë e bukur, sepse Zoti bekon familjen tënde me këtë gjë, për jetën e pasoshme, edhe për jetën e tanishme, që ke mundësi mu shtru në dashurin falas. Me dash një burr që nuk është sipas mendimit tënd, burri yt, gruaja jote, fëmijët e tu nuk janë, edhe nuk do të jenë kurrë sipas skemës që ti ke në mendje. Me dash ata ashtu siç janë, edhe kur dhimbet, është e vetmja vërtet, sepse kjo dashuri do të lavdërohet. Por me kërku gjanat që të jenë gjithmonë sipas qefit ton, me badhun që të tjeret të hymbi në skemen ton, kur do të prodhoj frytet, por vetën kalpsira. Tërkurajo, Zoti na don pa masë na thotë sot, pacha me ju, edhe na dërgon, ti edhe unë kemi një mision, që duke takuar me shiren e Zotit, shenjat e plageve të gozhdave qëndrojnë, edhe Krishti ngjallur sot për ballatit e vet në qiell ndërmjetëson për ne duke treguar shenjat e dashurisë e tij. Edhe në plaget e tija janë emrat tona, edhe ai kërkon mëshirën për ne, dhuratën e Shpirtit Shenjtë, edhe ne, nëse eksperimentojmë, e të tasht Zoti të eksperimentojmë gjithmonë më shumë mëshirën e Krishtit, ne jemi të dërguar. Si Krishti ka qenë dërguar me të ftu dashurinë e pamas, dashurinë që shpëton botën, me tregu e njerëzve ashtu edhe ti edhe unë. Kisha është dërguar që ta dëftoj këtë dashuri, që ti ta dëftosh mëshirën e Krishtit burrit tënd, gruan tënde, gruasate, fëmijëve të tu, që ta tregosh këtë dashuri. Le ta kujtojmë fjalët e Papës Franceskut. Ai thot, na ka thënë shumë herë, Zoti nuk lodhet me na fal, jemi ne që lodhemi me kërku faljen. Tërkurajo, ki shpresë, lartëso shikimin ndaj Krishtit, që të don pa mas, nuk të gjykon si ti gjykon veten tënde, por ka dëmshuri për ty, e të dëshiron që të jesh i lirë, për të dashur që të hapësh dyert e zemrës, që ti në kish, në asamblen, në bashkësinë e krishterë, ta gjesh, ta takosh, ta prekesh dashurinë e tij, mëshirën e tij, që të jesh i lirë, e lirë, për të dashur të tjerët. Që lëvdu Krishti.